Lavdrimet dhe falenderimet I takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Atë e falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë të cilin e udhëzon Allahu I lartësuar në rrugë të drejtë, nuk ka kush që e devion, dhe atë të cilin e largon nga kjo rrugë, nuk ka kush e drejton. Dëshmojmë dhe deklarojmë se I vetmi I cili meriton të adhurohet me merit është Allahu dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. Fjala më e mirë është fjala e Allahut të lartësuar, udhëzimi më I drejtë është udhëzimi I Rasulit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë të shpikurat në fe, çdo shpikje është risi, çdo risi është humbje dhe çdo humbje përfundimi I saj është zjarri I xhenemit. Të nderuar besimtar, haxhi lamtumirës, haxhi I fundit I pejgamberit alayhi salatu selam ishte prej haxhit më të veçantë, ku aty pejgamberi alayhi salatu selam ju drejtua masës së gjerë të sahabëve, të cilët kanë qenë mbi 100.000 sahabë të pejgamberit alayhi salatu selam. Ju drejtua ummetit të Tij me fjalë të cilat mbartin me vetë në vete peshë dhe rëndësi të madhe. Dhe ky ishte edhe takimi I fundit I pejgamberit alayhi salatu selam me besimtarët. Prandaj po aty I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha disa këshilla dhe disa mësime, të cilat ishin bazë të fesë, të cilat janë buroj për njerëzimin. Dhe këto këshilla dhe këto udhëzime I dërguari I Allahut I la si amanet ummetit të Tij. Që këto këshilla dhe këto udhëzime janë të qarta në fenë e Allahut të lartësuar, dhe këto këshilla dhe këto udhëzime janë të dobishme për jetën e njeriut. I madhi Zot të vëllezër na ka porositur që kur të bisedojmë me të tjerët apo kur t'ju flasim të tjerëve, t'ju flasim but, si thot I madhi Zot tek sura Bakara, ajeti 83, do t'ju thoni fjalë të mira njerëzve. Po ashtu I madhi Zot na thot tek sura Isra, ajeti 53, thuaj robërve të mi që të flasin atë që është më I mirë. Ndërsa I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka lutur Allahun e lartësuar, siç është hadithi tek Imam Muslimi 18:28, ku thot I dërguari I Zotit, pra I ngriti duar dhe luti Allahun duke thënë: O Allahu im, kush merr ndonjë funksion mbi ummetin tim dhe I rëndon ata, rëndoja edhe ti atij. Pastaj thot: ndërsa kush merr ndonjë funksion mbi ummetin tim dhe bëhet I butë ndaj tyre, edhe ti I butë ndaj ti. Ky hadith madhështor o vëllezër I pejgamberit alayhi salatu selam gjen brengën, urtësinë, mëshirën dhe kujdesin e pejgamberit alayhi salatu selam për ummetin e tij. Dhe prej porosive që I dërguari I Allahut I dha në haxhin lamtumirës janë të shumtë. Por unë do të përmendi atë se çfarë na tregon sahabiu I nderuar Ebu Umamete radhiyallahu anhu, I cili thot, përderisa ishin në haxh, I dërguari I Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua ummetit të Tij me këto fjalë dhe thot: keni frikën e Allahut, falni 5 kohë të namazit, agjeroni muajin e caktuar për Ramazanin, jepni zekat për pasurisë suaj, bëhuni të dëgjueshëm ndaj udhëzëve tuaj, do të hyni në xhenet, do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Tirmidhiu, ndërsa hoxha I Islamit Imam Albani e ka cilësuar prej haditheve të saktë. Ky hadith I nderuar I profetit ton të dashur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vjen në momentet më të rëndësishme të jetës së pejgamberit alayhi salatu selam, I cili në këtë haxh ishte përshëndetur me pasuesit e tij. Andaj, duke qenë se ky ka qenë një ndër fjalimet e tij të fundit publike, para se I dërguari I Allahut të ndahet me ummetin e tij, pra këto këshilla thamë dhe më herët zën peshë dhe barë të madhe tek ummeti I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto porosi të pejgamberit alayhi salatu selam që I dërguari I zgjodhi për ta e dhënë para ummetit të tij, prandaj ne duhet I praktikojmë, duhet të I punojmë dhe të jemi të përkushtuar dhe ta dërgojmë këtë emanet të dërguarit të Allahut me zbatimin më të plotë. Porosia e parë e pejgamberit alayhi salatu selam
drejtuar umetit të tij në haxhin lamtumirës ishte: keni frigën e Allahut dhe t'jeni të devotshëm. E çfarë është devotshmëria? Shpeshherë ne e kena përmend se çfarë është devotshmëria. Devotshmëria, vëllezër, është përmbushja e urdhrave të Allahut dhe largimi nga ndalesat e tij. Përmbushja e urdhrave të Allahut dhe largimi nga ndalesat e tij. I Madhi Zot në shumë vende në Kur'an na ka porositur që ne ta kemi frikë vetëm atë. Thot Allahu tek sura Bekare 189: dhe keni frikën e Allahut në mënyrë që të shpëtoni. Po ashtu thot Allahu tek sura Bekare 194: friksoni Allahut dhe dini se Allahu është me ata që ruhen nga të këqija. Po ashtu tek sura Nisa ajeti 131 thot i Madhi Zot: ne i kemi porositur ata që u është shpallur libri para jush dhe ju keni frikën e Allahut. Porosia e dytë që i dërguari Allahut i dha umetit të tij në haxhin lamtumirës ishte namazi dhe zeqati. Dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ndërlidhi namazin me zeqatin, pra nuk i ndajti mes njëri tjetrit, i bëri bashk si urdhër të Allahut të lartësuar, namazin së bashku me zeqatin. Po kështu e gjejmë në shumë vende në Kur'an të bashkuar namazin dhe zeqatin, si thot Allahu i lartësuar tek sura Bekare: faleni namazin, jepni zeqatin dhe përkuluni në ruku bashkë me ata që përkulen. Po ashtu tek sura Bekare 277 thot i Madhi Zot: ata që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, falin namazin dhe japin zeqatin, do të kenë shpërblimet e Zotit tyre dhe nuk do të kenë pse të friksohen apo të pikëllohen. Po ashtu tek sura Maide ajeti 55 thot i Madhi Zot: miqt dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët që falin namazin dhe japin zeqatin, duke qenë të përulur në adhurim ndaj Allahut të lartësuar. Ndërsa hadithin e Imam Buhari dhe Imam Muslimit, i dërguari i Allahut tregon dhe thotë se Islami është ngritur në 5 tylla: dëshmia se nuk meriton askush të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, faljen e namazit, dhënien e zeqatit, kryerjen e haxhit dhe agjërimin e Ramazanit. Dhe këshilla 4 që i dërguari i Allahut e përmendi në haxhin lamtumirës ishte: dhe agjëroni muajin tuaj, pra me agjëru muajin e Ramazanit, i cili na është bërë obligim. I Madhi Zot thot tek sura Bekare: o ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim, sikurse që ishte i obliguar edhe i atyre të cilët kanë qenë para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Po ashtu tek sura Bekare 185 thot i Madhi Zot: e kush e përjeton për jush këtë muaj, pra Ramazanin, le ta agjërojë. Ndërsa i dërguari i Allahut na thot në hadith, kur tregon se Islami është ngritur në 5 shtylla, ndërto e përmend edhe agjërimin e Ramazanit. Ndërsa tek hadithi Imam Buhariu dhe Imam Muslimit thot pejgamberi i Zotit: kush e agjon muajin e Ramazanit duke besuar dhe duke e shpresuar shpërblimin e Allahun, i Madhi Zot atij do t'ia falë gjinohat e mëpashme. Dhe këshilla 5 dhe e fundit, o vëllezër, që i dërguari i Allahut e dha para umetit të tij, pra e fundit për neve këtu, se më shumë se një këshill ka dhënë i dërguari i Allahut, dhe është një hadith i gjatë ku aty përmendet, pra e gjejmë hutbën lamtumirëse të pejgamberit alayhis salatu wassalam, është: dhe bëhuni të devotshëm ndaj udhëzëve tuaj. I Madhi Zot na thot tek sura Nisa 59: o besimtar, binduni Allahut, binduni të dërguarit dhe atyre që i drejtojnë punët tuaja. Irbad ibn Sarja radiallahu anhu, një prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, thot se një ditë për ditëve i dërguari i Allahut na ka këshilluar. Dhe këshilla e pejgamberit alayhis salatu wassalam na i dridhi zemrat tona. Dhe këshilla e pejgamberit alayhis salatu wassalam bëri që sytë tonë të lotojnë. Dhe i tham profetit Zotit: o i dërguari i Allahut, kjo këshill dridhuese e zemrave tona, e cila na i bëri sytë tonë të lotojnë, po na duket neve sikur të jetë këshilla e jote e fundit, dhe më pastaj pra do të largohesh nga kjo dynjë. I than: atëherë o i dërguari i Allahut, na porosit. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam u tha atyre: ju porosis ta keni frikën e Allahut, të jeni të dëgjueshëm, të jeni të nënshtrueshëm ndaj udhëzëve, edhe sikur të ishte rob. Vërtet gjatë jetës suaj do të përjetoni shumë divergjenca. Ju jeni të obliguar që të kapni pas sunetit tim, sunetin e sundimtarëve të drejtë, pra halifeve të udhëzuar, kapni me ta me dhëmball fort,
Pastaj thot i dërguari Allahut, ruaju prej risive, sepse çdo risi është lehthitje, me një transmetim tjetër dhe çdo lehthitje dërgon në zjarr të xhenemit. Të nderuar besimtar, këto ishin këshilla madhështore që i dërguari Allahut ju drejtu ummetit të tij. Andaj çfarë kërkohet prej nesh? Kërkohet që këto këshilla të i qesin në praktik dhe të i veprojmë dhe të ruhemi prej asaj që ka ndaluar Allahu dhe të veprojmë atë që e ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam. Po ashtu vëllezër, për këtyre këshillave madhështore të pejgamberit alayhis salatu wasalam, kuptojmë se rrugdalja dhe shpëtimi i ummetit është atëherë kur ata e ndjekin udhëzimin dhe sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Elusallahu e lartësuar na bën prej tyre.